Tani pyetja qëndron, çfarë po bën qeveria këto ditë? A do pyesin në një moment studentët çfarë do bëjnë? A do bëjnë një farë bisedimesh? A do mendoj për një ligj të ri? Çfarë do bëj? Asgjë, asnjë fjalë, pra ma ta ngardhit asgjë e re. Zero. Asnjë lloj informacioni. Çfarë na ndodh ne? Momentin që del vendimi, na vjen një shkresë dhe një informacion që ju do paguani pra pagat vjetore, do ishte, për këtë vit do ishte o 2.5 milion lek, ose do ishte tarifa vjetër. Ne jemi rikthyer tarifës vjetër. Pra, me të dhënat... Sa është tarifa e vjetër, nëse mund të pyes? 400.000 lek, 450.000 lek, 45.000 lek të reja, ose në qoftë se ke mesataren e mirë, paguan gjysmën, pastaj në qoftë se je me ndihmë ekonomike apo me bursë, do marrësh, nuk paguajnë gjë dhe merr bursën. Pra janë 3 opsione. Do diçka për dëgjuesit, se jo më kohë të pyeta se sa është tarifa vjetore. Rroga mesatare në Shqipëri sa e kanë deklaruar ata? Marrim shifrat e atyre, edhe pse s'janë vërteta. Ato deklarojnë që të paktën rroga mesatare kap 400 euro, kështu që. Okej, 400 euro. Por pritet, të lutem për dëgjuesin, po ashtu pritet që rroga mesatare brenda këtij viti të kapi 900 euro, kështu që. Rroga mesatare bruto përpara taksës në Gjermani është 4100 euro. 4100 euro nëse ti ke një sigurim shëndetësor shtetror. Është fjala vetë diku tek neto nga 4100 euro, le të themi plus minus 2600 euro. Është rroga mesatare neto pas taksave, pas të gjitha gjërave që paguan individi, me sigurime, me pensione etj. Po ka shumë si në Shqipëri. 2600 euro, domethënë, në merr një gjerman mesatar në muaj, neto në xhepin e tij dhe pastaj fillon edhe jeton jetën. Po sa ngjashmëri pas kemi. Ose di, se ngjanim kaq shumë me Gjermani. Një student gjerman, student mjekësie gjerman, po marr rastin që bëra Google tash gjatë kohës ku ishe duke folur, në Universitetin e Charités, është spitali universitar, domethënë në Berlin, një nga më të njohurit në gjithë Gjermaninë, por edhe më tej, paguan në semestër 315 euro. Pra, 315 euro që i bie 630 euro në vit. E kisha këtë informacion. Po. Në këtë përfshihet diku te 185 euro është thjesht karta e studentit për transportin publik që i paguhet BVG-s, që është institucioni për ato, ose dhe Deutsche Bahn, domethënë që merren me ato gjëra, kështu që ku është standardi? E shikon ku është standardi? Do ta shpjegoj me moll fare, domethënë që mos ketë më diskutim fare pas këtij episodi. Nëse ti e aplikon heqjen e kësaj, domethënë sepse vetëm me bicikletë në shkollë, ku dëgjoj